Drejton, do ta nisim me një deklaratë të sekretarit të përgjithshëm NATO-s Mark Rutte në Berlin, në Gjermani, i cili thotë që konflikti është në dyert tona. Duhet të përgatitemi për një luftë të ngjashme me luftën që kanë bërë gjyshërit tanë dhe stërgjyshërit tanë. Ne jemi targeti apo si thuash objektivi tjetër apo i dytë i Rusisë pas Ukrainës. Duhet kalojmë në një wartime mindset, në një mindset lufte. Si i vlerëson këto deklarata në një kohë ku edhe në emisione kemi trajtuar nga të dyja palët, nga të dyja anët e konfliktit Ukrainës, kemi deklarata të lufte, që është ajo që duhet të themi. Shiko, në rast se merrem pamjet parë, pra të mbushet mendja që NATO nga një aleancë mbrojtje ka kaluar, pra nga e krijuar për mbrojtje ka kaluar në një hesht tashmë, në organizatë që luftarake sulmuese. Po nuk është ky qëllimi, pra gjithë fjalimi i Reuters, pavarësisht është një hera e parë që një sekretar i NATO-s mban një fjalim të tillë në aspektin e një mobilizimi luftarak, nuk ka të bëjë realisht me Rusinë. Gjithë fjalimi ishte për të ndikuar në mentalitetin evropian. Dhe nuk i drejtohet në realitet Rusisë, pavarësisht se përdoret Rusia në këtë aspekt. Të gjitha fjalët ato ndahen në disa për e para, kërkohet të krijohet mentaliteti i mobilizimit. Pra, kur ti thua që vendos që neve do na sulmoj, pra Rusia në aspektin që ne jemi objektivi i radhës. Në moment që ti thuaj ne jemi objektivi i radhës, pra do të thotë në këtë moment krijon idenë që neve duhet të mobilizohemi dhe duhet të kalojmë nga mentaliteti i paqes në mentalitetin e luftës, sepse aktualisht Evropa ka mentalitet paqe. Po. Pra kjo është ideja e saj kur ti e përcakton objektivin e atij tjetër që ti ke përcaktuar, që ke bërë armik. Pra ai ka objektiv neve, s'ka objektiv të. Ky është qëllimi i parë. E dyta ka të bëjë kur thotë me ngritjen e prodhimit të industrisë ushtarake. Pra kur Rutte në atë fjalimin e tij përmendi që Rusia është në kapacitet të plotë të prodhimit të industrisë ushtarake, ka kaluar në kapacitet të plotë ekonomi luftarake gjitha këto. Pra ti krijon idenë që prodhimi ushtarak ruse dhe jep edhe disa shifra aty, Rutte, pra që janë reale ato shifrat që jep normalisht, pra për të krijuar idenë se shiko, ata janë kapacitet prodhimi industrial të plot luftarak, ne si jemi, pra edhe neve duhet të mbërrim në këto kapacitete luftarake, pra të arrijmë të prodhojmë edhe neve të ngrejmë industrinë. Po. Pastaj kalon tek aksi i sankcione, i vendeve të sankcionuar, pa që janë Kina, Irani dhe Korea e Veriut. Këtu Rutte mundohet të bëjë një lojë dy fishe, pra e para tregon evropianëve të gjithë dhe i thotë që shikoni, juve keni vendosur 19 sanksione, po bëni gati vendosin 20, po sanksionet tuaja nuk kanë vlerë për sa kohë që Rusia ka marrëdhënie me Kinën, me Iranin, me Korenë. Pra ai thotë troshën Kina është. Për sa kohë ato do të vazhdojnë të marrin energji, për sa kohë ato do të vazhdojnë të japin ato çfarë nevojitet Rusisë, pra sanksionet tuaja nuk kanë vlerë. Komponentet kryesore të dronëve dhe raketave vijnë nga Kina. Po përdor këtë për mos i thënë evropianëve troç, pra nuk është në gjendje të thotë troçore, këto sanksionet tuaja nuk kanë asnjë vlerë, janë zero. Pra 19 sanksione s'keni bërë asgjë, pse? Sepse ai s'ka lidhje me juve. Pra ai vazhdon ekonominë e tij me ta, vazhdon të marrë atë që duhet nga ta dhe për sa kohë do të ketë lidhje me ata, sanksionet janë zero. Pra po mundoj të thotë që është çdo veprim që kemi bërë deri tash nuk ka pasur asnjë efekt. Pra po mundet t'ju thotë evropianëve këtë. Në rast se evropianët e kuptojnë këtë. Dhe po mundohet ta nxjerrë këtë aleancë të tyre, pra sikur kjo është një aleancë, sikur ato kanë bërë një pakt ose një marrëveshje, kanë një plan lufte të katra këto. Edhe nesër këto të katra bashkë do sulmojnë. Dhe këto Rutte përcakton thotë që këto janë armiq që duhen luftuar në blok. Kur e shef në pamjet parë mendohet që ore ky Rutte që nga njëri i çmendur, sepse edhe Shteti Bashkuar të Amerikës kur ishin në pikun e lulëzimit të tyre të botës unipolare, pra nga 1993 deri në 2019 nuk guxonin asnjëherë të thoshin që ti sulmojmë të katra këto vende njëkohësisht, pra vende nukleare, thonë. Nuk ekzistonte, pra kur e shet thua këtu pasëm i çmendur. S'ka të bëj, ka të bëj për realitetin e frikës, pra që dhe të krijojë të evropianët atë që është e kotë çdo lloj ndërmarrje që juve bëni ndaj Rusisë. Pra duhet të përqendrohemi te vetvetja, te investimet tona, te harxhimet tona. Sepse nuk ka asgjë tjetër. Pastaj përmend thotë që Rusia është e gatshme që për 5 vjet sulmoj NATO-n. Në momentin që ti vendos
Pra, në aspektin strategjik, në çdo lloj strategjie, kur një strategjie në aspektin strategjik vendos afate të caktuara, do me thënë që ti po përgatitesh për të bërë lëvizje të mëdha strukturore. Sepse ke afat, pra ke vendosur afat, për 5 vjet do na sulmojnë. Pra, neve për 5 vjet duhet të bëjmë lëvizje të mëdha dhe këto lëvizje duhet të jenë jo vetëm strukturore, po edhe ligjore. Dhe këtu ligjore përfshihet edhe ligje emergjence, përfshihet edhe vendime të marra në mënyrë sekrete sepse bëhet llaf për luftën, pra edhe për të hequr liri dhe të drejta të shumta qytetarëve evropian, edhe për mos i vendosur ata ndjeni për të humbur për të zhdukur transparencën totalisht, pra jo më çdo gjë do jetë transparente, sepse po shkoj për përgatime për luftë, duke qenë për përgatime për luftë, lufta kërkon sekretim të madh. Dhe këtë sekretim të madh ne s'mund të jemi transparent. Pra po përgatit qytetarët evropianë që nuk këtë tutje mos prisin që të ketë transparencë, prisin që të ketë vendime. Vjeçarin e ardhshëm që po vjen. Kryesisht deri në 2035 bëhet sepse bëhet llaf për çështjen e GDP-s që do shkojë 5% deri në 2035, pra nuk është se do bëhet vetëm në këtë 5 vjeçar, pra në këtë 10 vjeçar bëhet e gjitha. Dhe pastaj kalon te 5% i GDP-s. 5% i GDP-s pra e përcakton qartësisht që neve duhet të angazhojmë të 5%, por ky 5% i GDP-s është shumë për shumicën e vendeve. Pra për 90% të vendeve europiane është shumë ky 5% i GDP-s që do të vënë. Pavarësisht i ndarë 3-5% është për shpenzime ushtarake, 1-5% për shpenzime të tjera sigurie. Por kërkon t'ju japi idenë, t'ju thot trosh që ky 5% që kemi vendosur për shpenzime ushtarake duhet të jetë për shpenzime të sigurisë. Dhe kur them për shpenzime të sigurisë, do të thënë që jo nesër juve të fusni edhe shpenzimet e policisë dhe shpenzimet e çështjeve sociale të fusni te çështjet e sigurisë. Nuk hyn policia dhe sociale te çështjet e sigurisë. Pra, të mos bëjmë më teatër me veten tonë në këto shpenzime, të mos fusim siç kanë nisur tashmë Gjermania, Franca, Hollanda, kanë nisur të bëjnë projekte për këtë GDP dhe thonë të përdorim projektet dy fishe, pra në aspekt ta përdorim edhe në anën civile dhe në anën ushtarake. Pra të bëjmë ndërtime, projekte dy fishe që të përdoren edhe nga ana civile dhe nga ana ushtarake. Jo, rrute po i përcakton çështësisht që ky 5% do të vetëm për çështje ushtarake, jo edhe për çështje civile. Pra mos lozni, mos bëni teatër siç keni bërë deri më sot, që ti përdorim në dy mënyra këto. Para. Pastaj kur vjen në aspektin që Rusia ka humbur 1.200.000 luftë ushtar. 1.200 ushtar. Këto prallat në ditë. Po, këto prallat, për çfarë thot? Këto prallat i thot për të krijuar idenë, është një prallë e cila nuk qëndron, për arsye se duke parë rotacionin e forcave ruse, duke parë aftësinë e tyre dhe kapacitetin e tyre për të servitur forca të reja, duke parë kapacitetin dhe aftësinë e tyre për të rekrutuar në mënyrë vullnetare, pra nuk kemi një humbje të tillë, duke parë fuqinë dhe kapacitetin e zjarrit që përdor dhe që zëvendëson humbjet njerëzore, pra në gjithë rotacionin, në gjithë lëvizje matematike të luftës, kjo që thot rute nuk qëndron, po pse e përdor rute këtë? E përdor për të krijuar idenë tek evropianët, për të thënë që Putini është duke krijuar një perandori. Dhe kur ky është i gatshëm të harxojë për këtë perandori 1200 rusë në ditë, pra nuk do të pyesi për rusët që vdesin ditë, po për europianët që mund të vdesin nesër për të bërë perandorinë e tij. Pra kjo është ideja. Pra ky po krijon një perandori dhe kur ky spyet për njerëzit e vet, për ne nuk pyet jo. Pra shikoni me kë kemi të bëjmë. Pra kryet gjithë për të krijuar këtë idenë. Pra drejtan po shkon tek Dhe pastaj mundohet ta lidhë luftën dhe thotë që kjo do të ketë reperkusione mbi qytetarët evropian, mbi votuesit evropian, dhe këtu lidhja bëhet në aspektin e saj shumë e thjeshtë. E ke parasysh kur ti merr një elektricist për të bërë vlerësimin e sistemit tënd elektrik në shtëpi. Dhe elektricisti thotë që ky sistemi që ke ti, ky mund të mbajë edhe ca kohë, por ama në rast pas 5 viteve, ky sistemi do të marrë zjarr i gjithë dhe gjithë shtëpia do të marrë zjarr. Dhe ti thua, po mirë, po sikur të ndroj të vë një siguresë më të madhe, ose të vë një prizë më të mirë. Ai thotë ti ndash një prizë, ndaj siguresë, po se ndrove gjithë sistemin, ky sistemi jo do të marrë flak. Pra kjo është ideja që për të krijuar të evropianët, të qytetarët evropianë, që shikoj, duhet jemi të gatshëm të sakrifikojmë, pra të heqim para nga shëndetësia nga gjërat aty kalojnë dorë, sepse duhet që të blejmë, pra është më e vlefshme po i thotë të blejmë një sistem armatimi që kushton $100 milion, sesa të harxojmë këto $100 milion për ndërtuar dy spitale. Pra, Europa po futet në këtë mindset drejtan. Ky është qëllimi dhe ky është qëllimi i këtij fjalimi, ta fusi në këtë mindset. Nuk ka të bëjë me aspektin që nesër, dhe pse ta fusin këtë mindset? Dhe fjala kur thotë që juve përmendet sa që do bëjmë luftën që kanë bërë dyshit dhe pra bëhet lla për luftën e parë botërore dhe luftën e dytë botërore. Atëherë duhet kemi gjë parasysh. Kur dëgjon këtë i referohet luftës së dyshit janë luftës së parë, dyshit janë luftës së dytë. E qartë. Ky është referimi historik që ai bën. Dhe kur ti je shef në këtë aspekt, thua, ore ky më gjithmonë pas ka çmendur nga mend e kokës, sepse në 1914 një gabim ose një përllogaritje e gabuar strategjike, për një përllogaritje të gabuar strategjike u vran me miliona njerëz, ndërsa në 2025 ose në 2030 për një përllogaritje të gabuar strategjike, për disa minuta do të zhduken kombe të tëra, sepse lufta do përshkallëzojnë luftë nukleare.
përshkallëzon në një përplasje do përshkallëzoj, në përplasje të mundshme të gjitha palët janë në fitim, sepse është një luftë të cilën nga ana konvencionale as NATO, as Rusia nuk mund ta fitojnë nga njëra tjetrës. Por sot me fuqitë konvencionale dhe me avancimin teknologjik dhe ushtarak që ka bërë Rusia në këto pothuajse 10 vitet e fundit, në këtë dekadën e fundit, ka aftësi të shkaktojë Evropës dëme të tilla materiale, pra të shkaktojë një dëm të tillë që nuk e ka parë për vitin 1945, dhe dëmi që mund t'i shkatërrojë me goditje do t'i përngjasë dëmit që bombardimi amerikan i bëri Dresdenit gjatë luftës së dytë botërore. Por që të themi që të dyja që ajo fiton, kjo fiton, jo, asnjëra palë nuk e fiton dot luftën. Pra skenari në përplasje dhe në momentin që ti shkon në këtë pikë, atëherë kur Evropa do shkojë në këtë pikë, edhe Evropa ka dy entitete brenda, dy shtete të cilat kanë fuqi nukleare, është Franca dhe Britania. Dhe në momentin që ti shkon në këtë përplasje konvencionale dhe e shef që nuk po e fiton, atëherë në fund çfarë do të bëjë? Franca dhe Britania do të përdorin bombat bërthamore taktike. Në momentin që ti përdor bombë bërthamore taktike, edhe ai tjetri do të përdori bombën bërthamore. Pra, në fund fare do të shkojmë që për disa minuta do të shkatërrohen kombe të tëra. Pra nuk është i njëjti gabim që bëhet në 1914 ose në 1941 ose 43. Pra kjo është ideja e saj që Rutte po krijon të krijojë. Dhe kur përgatitemi thotë dhe vinte ajo që i bie që të përgatitesh sot për nesër, pra në rast se neve ndrojmë sistemin, në rast se neve armatosemi sot, bëjmë këtë, nesër fëmijët tanë nuk do të shkojnë luftë, sepse po bëhet çështje preventive, pra në rast se ti përgatitesh sot për luftën, dhe përgatitesh mirë ushtarakisht, ndron strukturën, merr komplet armatim të re, armatim të ri, pra kur them armatim të ri, jo ky që është, sepse sot ti mund të kesh prodhim, pra sot një tank Leopard e vërtetë është që del sot nga fabrika 2025 dhe ti thua tank, ai s'është tank i ri. Ai është teknologji e vitit 1980. Pra ai është modeli, ai s'ka studiuar punë më, sepse ai tjetri ta ka zënë dhe ti di të gjitha pikat e dobta. Pra ai tanku jo s'vlen as i vler. Pra ti duhet të prodhosh teknologji të re. Dhe kur ti prodhon teknologji, atëherë bën atë çështjen preventive, pra edhe tjetrin bën atë mbrojtjen preventive që edhe ai tjetri kur ti shef që je fuqizuar, je armatosur, je fuqizuar, i ke rritur gjithë kapacitetet tua, atëherë ai të riqet dhe nuk sulmon. Pra kjo është ideja që Rutte po kërkon të krijojë, por duhet ky fjalim për të shkundur evropianët që paguajnë 5% se nuk e paguan kush 5%, sepse ti ke para një jave Gjermania deklaroi që neve deri në vitin 2029 nuk e kapim dot 3.5%. Pra kur deklaron Gjermania që nuk e kap dot 3.5%, imagjinoni vendet e tjera të NATO-s përfshi edhe nere, a mund të kapin neve ato përqindje? E qartë. Klet, si e vlerëson këtë deklaratë Ruttes, e cila duhet të thënë pati jehon shumë të madhe, e sidomos nëse ma bën dot lidhjen me këtë që thot Dritani, me gjyshërit dhe stërgjyshërit, me luftën e parë dhe luftën e dytë botërore. Po unë mendoj që Rutte është kryetari një organizate e cila duhet imagjinoj një të ardhme ndoshta pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës. NATO. Si i tillë, ndoshta duhet që të mobilizoj vendet europiane të cilat nesër pas nesër të ruajnë ato çka mund ngelet nga NATO-ja. Kjo është plani i parë. Pastaj plani i dytë, ajo që thot Dritani ka qenë pjesë e komenteve të mëdha që janë bërë kanë patën një vit e gjysmë, 2 vjet që bëhen. Po. Për sa i përket jo thjesht nocionit të armatimit, po ajo që duket të futet në mendjen ose në mentalitetin evropian, ideja i luftës në vetvete, po ideja që mund të shkohet luftë, pra që lufta është e mundshme dhe është pjesë e natyrshme e aktivitetit njerëzor. Dikush ndje par dje po bënte ose ka qenë një studius holandez i cili ka pat bërë po vjen mend emri, ka pat bërë një llogaritje cila ka qenë koha e paqes në të gjithë botën e civilizuar, duke marrë që nga fillimi i civilizimit deri më sot, ai llogaristë 2 apo 3 vjet pa një konflikt. Pra konflikti është pjesë normale e jetesës në glob, kudo që e shef. Ajo që ka ndodhur në Evropë, jo nga vitet 80, po jo nga vitet 40 e tutje, po nga vitet 90 e tutje, ka qenë që konfliktet nuk kanë qenë të mundshme ose kanë qenë shumë të kufizuara dhe për këtë arsye ka pasur edhe çmobilizim i cili është pjesë edhe e repertorit shoqëror sot. Për ideja e çmobilizimi nga mundësia e luftës. Nëse deri dje një pjesë e mirë e shoqërive, në një pjesë të mirë shoqërie europiane kishte një memorie të shërbimit ushtarak, jo thjesht si shërbim ushtarak, si aktivitet social, si pjesë e jetës e mindsetit pak a shumë të meshkujve, e mentalitetit, sot ajo është zhduk, ka 20 vjet që gati është zhduk. Kjo është një pjesë fundamentale dhe rëndësishme asaj që thot Rutte. Pra ideja është që në Europë duhet mësohesh me idenë
e konfliktit me idenë e luftës. Me idenë e luftës jo thjesht si ide që mund të vi, po me idenë e luftës si pjesë të përditshmërisë tate. Në mbijetesës. Të përditshmërisë. Sot ushtria nuk është më, nëse për shembull mbaj mend një vizitë që kam bërë në 2016 në Singapur, që është një shtet, mikroshtet, shumë i vogël. Kam vëre në stacionet e metros shumë të rinj të veshur në uniforma ushtarake, burra edhe gra, përgjithsisht burra, por edhe gra. Është një pamje të cilën ti nuk e shef sot në Europë. Në Europë jo. Në Europë jo, mund ta shohësh në vende të tjera, po jo në Europë është e pazakontë. Është demilitarizuar është demilitarizuar nga pikpamja nga pikpamja sociale. Po kjo është diçka që në Europë ka ndodhur edhe mbas luftës së parë botërore. Pra ideja e refuzimit të luftës mbas luftës së parë botërore ka bërë që deri kur ka plas lufta e dytë botërore, një pjesë e madhe e shoqërive europiane refuzonin idenë e luftës. Vetëm shpërthimi i luftës mobilizoi shoqëritë u mobilizuan për shkak të rrethanave. Po. Dhe ajo që Rute bën, mendon, nuk është thjesht ideja e ata që kanë bërë gjyshit, stërgjyshit e kështu me radhë, por ideja e krijimit të idesë që ke shtetet moderne. Shtetet moderne bazohen mbi një mobilizim të madh shoqëror që nga luftrat napoleoniane, shërbimi ushtarak ka filluar të jetë i detyruar për gjithë meshkujt e tjerë. Ka vende si puna e Izraelit që i kanë futur edhe për gratë e kështu me radhë. Lufta moderne është luftë totale. Nëse është luftë totale, atëherë do përfshijë gjithë popullsinë, pavarësisht kapacitetit ose jo teknologjik që ti mund të kesh. Mund të kesh një kapacitet teknologjik shkatrimtar, por armat ti nuk mund ta disociosh nga mobilizimi kolektiv. Mobilizimi i luftës prek gjithë aspektet e shoqërisë. Shoqëria se tani mund ta di këtë më mirë, por një shoqëri ose është krijuar mbi modelin e ushtrisë, ose ushtria krijohet mbi modelin e shtetit edhe të diskutojmë këtë punën e NATO-s. Prandaj mendoj që kjo është, po kjo nuk është diçka e re, ka të paktën mbi një vit e gjysmë që bluhet rënd. Jo, është kjo një deklaratë që le të themi do t'i bëj vendet europiane të investojnë më shumë tek Ukraina për shkak se Ukraina shifet si le të themi ai kufiri i fundit apo kështjella e fundit që po mban Rusin larg kufive të Evropës. Para 2 javësh redi po kishin një leksion në universitet mbi. E kam këtë pyetje direkt. Një sekond ta mbaroj telegramin e George Kennedy, telegramin e gjatë që i çon një funksionar ambasadës amerikane në Moskë, i cili çon 47 e çon në Shtetet Bashkuara të 47 në 48 diçka e tillë, dhe ai flet për strategjinë e përmbajtjes apo containment. Aty fillon pak a shumë ka pikpamja e mundësisë lufta ftohtë. Lufta ftohtë kishte filluar. E pa deklaruar kishte thuar që kur mbaron lufta e dytë botërore. Por dhe kjo është në logjikën e përmbajtjes, e containment dhe përmbajtjes. Është apo nuk është Ukraina, mbijeton apo nuk mbijeton Ukraina, kjo është situata. A do të çojë, le të themi, ky mobilizim, se duhet thënë që në një farë mënyre Rute, pavarësisht se mbase në bisedën që bëm deri tani nuk e tham, Ukraina shikohet nga aleanca si një kështjellë shumë e rëndësishme që po mban, le të themi, Rusin, si front shumë i rëndësishëm që po mban Rusin nga një sulm i mundshëm ndaj Europës. Dhe do të kemi një investim më të madh të aleancës dhe europianëve. Edhe aleanca edhe europianët e kanë të qartë që Rusia nuk e sulmon asnjëherë Evropën dhe nuk e sulmon Evropën. Nuk bëhet llaj, por kjo është një retorikë. E para duhet të them aty kur Kledi tha që Rute në fjalimin e tij nuk e parasheh asnjëherë NATO-n pa Amerikën. Për arsye se në fjalimin e tij ai përdori faktorin Trump. Dhe ai tha Trumpi është i vetmi person i cili mund të vendosë paqen nëse ai nuk e përmendi i vetmi, pra domethënë që NATO pa Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk ekziston. Pra është e qartë, ai në këtë e bëri me dije që neve pa Shtetet, ju bëri me dije evropianëve që neve pa Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk mund të shkojmë në asnjë vend. Dhe e gjithë investimi ushtarak që duhet bëj NATO evropiane është që këto para të japi për industrinë ushtarake të vetën, të unifikuar dhe të amerikane. Pra, duke u thënë evropianëve që ka mbaruar koha e pushimit, nuk jemi më me mentalitetin e luftës sot. Pra, ka ndryshuar. Totalisht tash ndryshon dhe përse ju duhet Ukraina? Ukraina për evropianët është fronti më i lirë. Pra, këtë po ju thotë, neve duhet vazhdojmë të mbajmë Ukrainën me para, me armatime, për arsye se Ukraina është fronti më i lirë. Pse fronti më i lirë? Sepse ata që vdesin në Ukrainë nuk janë evropianë.
Sepse në rast se bie Ukraina, po ju thot, atëherë në rast se bie Ukraina dhe ne së shkojmë drejt një përplasje, atëherë do të kemi ato pasoja që patën gjyshit dhe sërgjyshit tanë, pat njëjtat dëmtimet, njëjtat vrasjet, njëjtat që ndodhen në 14-ën edhe në luftën e dytë botërore. Vetëm atë hartën e Ukrainës që ishte në Ukraina për Evropën vazhdon të jetë fronti më i lirë. Pra, në këtë aspekt Rute e ka konsoliduar edhe një herë atë që kanë pasur evropianët që të luftojnë Rusinë deri në Ukrainasin e fundit. Pra Evropa dhe Perëndimi vazhdon të funksionojë me mentalitetin e kolonializmit. Pra të përdorim atë luftën proxy për të mbajtur atë. Se duhet t'ja mbajnë atë, sepse mbajtja e luftës gjallë ju jep këtyre liderëve të sotëm evropian të drejtën të qëndrojnë, pavarësisht se këta kanë në vetes një të drejtë morale dhe po flasin të duket sikur flasin mbi një superioritet real, pavarësisht se kanë degeneruar si nga ana kulturore, si nga ana sociale, si nga ana arsimore. Evropa ka degeneruar totalisht, është një degenerim total, edhe degenerim moral, bile sa shumë. Por problemi më i madh është që në rast se neve ja njohim Rusisë, pra në rast se Perëndimi, kjo Evropa ja njeh Rusisë këto territore Ukrainës, do me thënë që bie poshtë ideja që deri më sot ka qenë krijuar që kufit nuk mund të ndrohen më me forcë. Dhe kjo krijon ide të gabuara te vende ndryshme që atëherë kufirin e ndroi si dua dhe me forcë. Dhe në rast se kjo bie, atëherë bie gjithë sistemi politik evropian. Deri tanishëm. Për këtë arsye duhet mbajtur lufta në Ukrainë e ndezur gjatë gjithë kohës, në mënyrë që mos na bjerë ky sistem politik. A e parajmëron kjo deklaratë, le të themi, një angazhim edhe më të madh të Evropës? Jo, nuk do thotë një angazhim edhe më të madh të Evropës, Hungarim do të vazhdojnë ta mbajnë në këtë angazhim për aq sa mundësi ka Ukraina me njerëz. Në momentin që Ukraina s'do ketë më njerëz, kjo luftë do të shuhet. Por duhet vi duke shuar ngadalë, jo me njohje të tillë. Pra unë po të njoh ty territoret që ke marr. Për këtë arsye Evropa thotë ne nuk i njohim ato territore dhe ngul këmbë për mos i njohur se i bie sistemi politik që ka sot. Ai sistem që ka ngritur deri më sot, nga 45-a deri këtej, që kufit nuk ndryshojnë me forcë. Ndërkohë që kufit, realiteti është treguar që kufit ndryshojnë me dhunë, dhe me dhunë ka ndryshuar gjatë gjithë kohës. Se fakti më kryesor është Kosova. Dhe Jugosllavia dhe Serbia. Me bombardimet Beogradit. Kjo është fakti më i parë. Kemi kemi Bosnjën, e njëjta gjë përpara Kosovës në 94, pra gjithçka ndron me dhunë. Por evropianët nuk e pranojnë të ide. Ndërkohë, shërbimi i mbrojtjes i Ukrainës njofton se ka një kërcënim nga forcat speciale ruse që po infiltrohen në Odesa nga Transnistria. Që do të thotë që, le të themi, ajo fuqia apo ofensiva ruse ka filluar të depërtojë tani më tek ajo që shpesh kemi diskutuar bashkë për Odesën. Dhe kjo është harta pas meje, është harta që projekton në një farë mënyre se ku po shkon gjëja. Nuk është e vërtetë ajo që po ndodh, ajo që çdo gjë që del nga goja e shërbimeve sekrete ukrainase është një pse nuk ka mundësi nga Transnistria? Ta them se s'ka mundësi. Është një gënjeshtër e fabrikuar kastile për të e fabrikuar në bashkëpunim me shërbimin sekret amerikan dhe shërbimin sekret anglez për të paraprirë një ndërhyrje ushtarake ukrainase dhe të ukrainase në Moldavi ndaj trupave ruse që ndodhen në Moldavi. Atëherë pse nuk ndodh kjo? Si ishte kjo dritan, se kjo ishte interesante. Po pra ta shpjegoj. Jo, vetëm ta përsërisim për ata që po na dëgjojnë se duhet ndalen pak te kjo. Për të paraprirë një ndërhyrje ushtarake të Ukrainës, të mbështetur nga mercenarët e NATO-s kundër forcave ruse që ndodhen në Moldavi. Pra në Transnistria. Ka një plan për... Plani ekziston që 2 vjet. Por nuk po gjendet dot arsyeja për të realizuar këtë plan. Pra plani për të ndërhyrë atje ekziston që 2 vjet. Por arsye për të ndërhyrë planin dhe për të justifikuar nuk po gjendet. Tash po mundohen të krijojnë arsye nga gjitha mënyrët. Dhe kjo është një nga e disata herë që po krijojnë arsye. Ku është pse në Transnistria? Transnistria ku është? A mundet të është gjitha kjo pjesa këtu. Pra, gjitha kjo pjesa që rrjedh këtu, deri këtu poshtë është Transnistria. Komplet kjo është kështu. Një territor. Këtu në Transnistria aktualisht ndodhen 5000 forca speciale ruse. 5000 forca. 5000 forca. Këto forca speciale ruse janë vendosur atje që pas përfundimit të luftës së ftohtë. Pas përfundimit të luftës së ftohtë, gjitha këto vende, shihni Rumania, Bullgaria, Hungaria, gjitha vendet e Traktatit të Varshavës, që kishin armatimin rus që mbanin. Atëherë kur u nda armatimi, mbaroi Tratati i Varshavës dhe u nda armatimi. Siç u nda kur neve dolëm nga Tratati i Varshavës, u nda armatimi. Ne mbajtëm atë që na takonte neve, rusët morën atë që u takonte atyre dhe ikën. E qartë. E njëjta gjë ndodhi në momentin e shpërbërjes së Tratatit të Varshavës. Dhe gjithë ky municion dhe armatim, rusët ç'a bën? Nuk e morën ta çonin në Rusi, por në Transnistria, në Moldavi, rusët kishin ndërtuar depo të mëdha armatimi, kishin ndërtuar gjatë luftës së ftohtë.
Dhe në këtë pozicion, në këtë vendin e Transnistrias, pra kjo është Transnistria këtu, në këtë ndodhen depot më të mëdha të armatimit dhe municionit që ka sot në të gjithë Evropën me armatim dhe municion rus që i përket luftës së ftohtë. Dhe në rast se merret ky depo, ky armatim, Ukraina ka kapacitetet të vazhdojë luftën edhe 3 vjet tjera me këtë armatim. Pra nuk ka nevojë të prodhojë më Evropa dhe NATO armatim, pra të mos harxojnë para, por të marrin këtu të gatshme këtë armatim dhe këtë municion që ka këtu. Dhe është munduar nga depot e Rusisë, po nga depot e Rusisë. Janë në Transnistria. 5000 forca ruse janë atje që i ruajnë këto depo. Janë vetëm për ruajtjen e këtyre depove. Në momentin që shërbimet sekrete e Ukrainës e thonë që hyn forcat ruse nga Transnistria këtej. Po hyn në Odesa se ka një projekt për të marrë Odesën. Kjo do thotë, këto 5000 forca janë vetëm për të ruajtur këto. Në momentin që ti thua, do të thonë që forcat e tjera ukrainase po vinë në Transnistria, po nga po hyn këto forca ukrainase, forca ruse në Transnistria. E vetmja mënyrë që forcat ruse të hyjnë në Transnistria është hyn nga Evropa. Pra në rast se Evropa është duke i lënë forcat ruse që të kalojnë rusët sot, si do të jetë kamufluar që është e pamundur sot që rusët kamuflojnë në atë mënyrë dhe të kalojnë kufit midis Bullgarisë dhe Moldavisë, midis Rumanisë dhe Moldavisë. Regjia kthej prapë te harta midis Bullgarisë dhe Moldavisë, pra është e pamundur që sot ti të kalosh këta kufi pra rusët të fusin kaq forca speciale, sepse nuk bëhet ti 1-2 persona mund t'i kalosh. Po ti nuk mund të kalosh me qindra. Dhe ti futesh dhe këta pastaj të kalojnë në Odesa. Prandaj kjo është komplet një gënjeshtër e sajuar për të justifikuar mundësinë që këto forca ruse vinë, janë përqendruara këtu dhe ne duhet t'i sulmojmë këto forca ruse në Moldavi që këta mos na hyjnë më në Odesa. Pra kjo është ideja. Nëse ndodh si skenar ky, atëherë rusët e kanë paraprirë këtë skenari, para një viti e gjysmë kur ky skenar doli për të parë, rusët kanë thënë që në momentin që do të sulmojnë forcat, atëherë ata do të ndërhyjnë. Pra do të ndërhyjnë dhe do të godasin edhe Moldavin, Ukrainën po edhe Moldavin, sepse bëhet llaf që kjo, sepse ukrainasit kanë pothuajse një vit e gjys që i kërkojnë Moldavis që ta bëjnë ndërhyrjen së bashku me Moldavin. Dhe NATO po e përgatit Moldavin për këtë. Ka qenë një vit e gjys që NATO ka filluar edhe trupat franceze dritan ka filluar transformimin e ushtrisë moldave, të ushtrisë Moldavis në standardet e NATO-s. Dhe ka filluar t'i pajisim me municione, me armatime dhe me trajnimet në standardet e NATO-s, komplet ushtrinë e Moldavis në mënyrë që ndërhyrja të bëhet sërish, pra NATO sërish ndërhyrjen do ta bëjmë me proxy në këtë aspekt. Edhe këtu në Moldavi, pse në Moldavi? Sepse ata e dinë që Rusia do t'i përgjigjet dhe po ju përgjigj, Moldavia nuk është anëtare e NATO-s. Pra, në momentin që Rusia i përgjigjet Moldavisë me goditje me sende, është si punë e Rusisë, pra mund të mbetet një luftë midis Moldavisë dhe Rusisë, por nuk e cënon NATO që NATO ta aktivizojë në N5. Pra thjesht i hapim Rusisë një front tjetër dhe nëse arrim të marrim këto depo dhe nuk hedhim ne para nga parat tona 3 vjet me këto me armat municionet që janë aty për 3 vjet po ka kapacitete për 3 vjet. Ukraina nuk ka nevojë më Evropa të prodhojë dhe NATO të harxojë nga parat e veta për t'i dhënë Ukrainës. Pra kjo është loja që po ndodh. Absolutisht, to janë shikon lufta duke qenë unë kam thënë dhe më vjen keq përsëris. Lufta është 10 hile një trimëri. Nuk ka për gjitha palët. Ose po futet ky mentaliteti luftës edhe po e dëgjojmë kudo. Klejt, si e shikon këtë projekcion të, le të themi, të asaj që një nga generalët Ukrainës më duket, një general kolonel Pavlo Palisa thot që kjo janë territoret që mund të marrë Rusia deri në 2026. I shkon pak dritan hartës së Kellogut, Nuk i merr dot ato territorë, ato janë është e pamundur që ti marrë ato territorë në 2026. S'ka shans. Redi, kjo hartë ka një kufi natyror i cili edhe në luftën e dytë botërore ka shërbyer si kufi fronti. Lumi, absolutisht. Ka qenë lumet janë përdoren në raste si barriera natyrore dhe shpesh shërbejnë për stabilizimin e fronteve. Ai lloj kufiri është nuk ka mundësi po thua me progresionin që ka pas lufta nuk është progresioni, është kapacitetet ushtarake, pra duhet për të marrë këtë territor me luftë deri në 2026 duhet të angazhojë vetëm në këtë territor 1,5 milion forca ushtarake, por në total Rusia i ka 1,5 milion forca ushtarake. Pra, i bie që po gjithë ushtrinë e vet, të fusë gjithë ushtrinë e vet në Ukrainë për të marrë këtë territor për një vit bëhet llaf, po flasim për një vit, nuk po themi. Ja ta marrësh kështu. Luftën e parë, në dytë botërore, Gjermania ka pasur 3.5 milion ushtarë, të cilët kanë sulmuar, kanë përshtypjen Bashkimi Sovjetik, nëse se mbaj më të mirë ose ka qenë numri total i forcave. Rusia ka pas diçka më tepër dhe edhe ato
sulmet apo ofensivat e mëdha kanë impenjuar shumë më tepër ushtarë se sa që janë sot. Janë teatro shumë të vockla lufte për të në këtë që thotë unë vetëm po jap një fakt. Vetëm në Kiev në luftën e dytë botërore u bllokuan 400.000-500.000 ushtar rus gjatë një ofensive që kanë bërë luftën e dytë botërore, se mbaj më të mirë kohën, po ka qenë xhepi i Kievit që quhet kur kanë bërë një ofensivë gjermanët. Në ofensivën e parë që bën gjermanët. Ka bërë 3.5 milion, ka qenë 400.000-500.000 veta. Pra impenjimi tash lufta sot moderne ka dhe më tepër mekanizime etj. Por sido që të jetë për të kontrolluar territorin duhet njerëz. Po. Gjatë luftës së dytë botërore, vetëm për të marrë Zaporizhen, pra këtë zonën. Po. Vetëm për të marrë këtë Zaporizhen, këtë që është sot, këtë Zaporizhen. Në luftën e dytë botërore vetëm për të marrë këtë. Rusët bën një operacioni Citadel dhe 6 muaj ju desh për të marrë këtë territor. Zaporizhen. 6 muaj. Ndërkohë që lufta e dytë botërore nuk ishte si kjo sot. Pra ishte totalisht shkatërrimtare. E qartë. Pra nuk ishte linja të nuk ishte asgjë. Po më thua pra ajo çfarë ka thënë është totalisht e pamundshme dhe është në atë krimin e asaj idesë që po s'na ndihmuat juve neve, po e frikës luftës, shiko këta do marrin normalisht që rusët e kanë idenë e marrjes së kësaj. Pra kjo nuk është jashtë dëshirës ruse dhe jashtë pretendimit rus. Direkt ajo ky pretendim rus nuk mund të arrihet brenda 26-s. Në asnjë mënyrë është e pamundshme në të gjitha aspektet ekonomike, ushtarake, politike, pra nuk ka asnjë lloj mundësie që ta arrijnë rusët të marrin gjithë këtë territor. Ndoshta pas 3-4 viteve po mund të arrin ta marrin këtë territor me luftë gjithin. Por për 6 muaj siç thotë ai zotëria është jashtë çdo lloj logjike, nuk qëndron. Koloneli Pavlo Palisa. Mund le të jetë kush të dojë, nuk qëndron, nuk ka asnjë lloj mundësie. Ndërkohë regjia duhet të kem aty edhe po pastaj regjia ka edhe diçka që është unë besoj që në objektivat ushtarak maksimale të luftës që mund të ketë Rusia, mund të jetë kjo harta në objektivat maksimale që mund të ketë. Mund të jetë kjo. Mund të jetë kjo. Objektivi sepse edhe kur filloi lufta, ideja e Rusisë nuk ka qenë pushtimi i Ukrainës, por ka qenë mund të kishte qenë rrëzimi i qeverisë, vendosja është më thjesht ta kontrollosh një shtet me një proxy se sa në kushtet që është Rusia, se sa ta kontrollosh me një kontroll total territori, bëhet shumë e komplikuar. Ndërkohë në Latvia dritan shfaqet presidenti polak Karol Nawrocki me një tank polak i quajtur Sobieski. Regjia duhet ta kem atë videon. Këto imazhet, Nawrocki ishte pro Trump apo kundër Trump? Është pro Trump, do të kemi gjë parasysh. Kur flasim për çështje të Polonisë dhe të vendeve balltike, Polonia ka interesat e saj ekspansioniste mbi vendet balltike. Jo, unë kam shënuar këtu Sobieski. Tank polak Sobieski. Polakët e kanë vënë emrin Sobieski, po polakët kanë bërë tanket nga Korea e Jugut. Pra, i kanë të TG2. Po, pastaj kanë emëruar sipas se ka bler Albania. Jo, sepse ka bler linjën dhe i prodhon vetë. Jo, nuk i prodhon. Nuk i prodhon vetë, i merr direkt nga Korea. I merr, i monton, po nuk i prodhon. Pra monton një pjesë tyre. Po edhe i ka vënë emrin, po janë tanke koreano-jugore, pra nuk e ka. E qartë. Po si e vlerëson këtë është në Lat, do të kemi parasysh aktualisht në Letoni unë kam në polakët kanë atë polakët kanë krijuar një aleancën e 3 deteve dhe në këtë kanë futur edhe këto vendet balltike. Polakët pretendojnë dhe janë akoma të idesë që dhe shpresojnë që Ukraina të zhbëhet si shtet, në momentin që zhbëhet Ukraina si shtet, ata të krijojnë atë mbretërin polake të ateshme ku ishin edhe vendet baltike, edhe Letonia, Lituania dhe një pjesë e Ukrainës ishin pjesë e Polonisë. Pra, polakët në aspektin ekspansionist, hegemonist, brenda Evropës, janë shumë herë më të rrezikshëm se çdo lloj vendi tjetër i Evropës në aspektin për ekspansionizëm. Dhe kjo ka të bëjë me çështje nacionaliste, pra ky veprim është veprim nacionalist për interesa politike të brendshme, nuk ka të bëjë fare as me Rusinë, as me Amerikën, as me asgjë. Është thjesht për çështje të brendshme politike në Poloni. Ka të bëjë fare me asgjë, për arsye se presidenti është kundërshtar me qeverinë. Pra nuk i përket partisë që ka qeverinë. Dhe luftojnë për vota dhe për përkrahje të dyja kanë marrë flamurin nacionalist, si kryeministri edhe presidenti. Dhe secili po të shohësh veprimet e tyre, ka ardhur ky që president, veprimet e tyre janë në aspektin nacionalist vetëm për interes të brendshëm. Nuk kanë më fare me asgjë tjetër. Po Klin,
si e vlerëson këtë militarizimin e Polonisë. Po. Dhe rrezikun që në vendet balltike ketë një... Unë kam jetu pak kohë në Poloni dhe të paktën në mentalitetin polak ka të paktën 150 vjetet me këtej armiku kryesor mbetet Rusia. Polonia është ndarë 3 herë, në të 3 herët kanë marrë pjesë Gjermania dhe Rusia. Si vende ka një lloj tentative përpjekje për të krijuar një lloj jo konfederata, por një lloj kondominiumi me vendet balltike, edhe me vendet tjera, Suedia, pra ideja një lloj bote balltike në dy variante, në variantin kontinental Polonia me 3 vende balltike, 3 republikat balltike, në të ardhmen potencialisht në rast se ndryshojnë kushtet politike Bielorusia, qoftë edhe Ukraina. Megjithatë, në planin se tush nacionalist ka shumë kompeticion brenda për brenda, sepse ke një nacionalizëm ukrainas i cili është edhe antipolak, jo edhe, po antipolak. Totalisht antipolak. Totalisht, pjesërisht e tjerë. Ke një nacionalizëm bielorus i cili po ashtu, sepse janë edhe identitete etnike që janë mbivendosur disa identiteteve zyrtare. Identitetit rus, zyrtar, burokratik etj, identitetit polak kështu me radhë. Unë nuk rastin e vendeve balltike besoj që është një lloj tentative për një bashkëpunim të fortë, dhe pse vendet balltike janë lidh pak nga vitet 90 tutje më shumë me Suedin, Danimarkën edhe Finlandën nga pikpamja sociopolitike, ose modeli që kanë dashur të ndjekin, modeli sociopolitik edhe ekonomik, ka qenë modeli finlandez. Poloninë e kanë pa, mund ta shohin edhe si një fuqi të vogël hegemone. Për momentin Polonia po mundohet që të kapitalizojë në këtë lloj roli politik, cilin i është njoft. Ka pas një lloj roli politik mas luftës parë botërore, është pas një lloj bloku bedeni mbrojtës ndaj Gjermanisë, pra balancë mbrojtje ndaj Gjermanisë edhe Rusisë, po më shumë ndaj Gjermanisë mas luftës parë botërore. Si rreziku zhduk nga mbas luftës së dytë nga Rusia, pra i zhduku bedeni polak e interiorizoi dhe mbas luftës ftohtë po tenton ta rimarrë këtë lloj roli, është aspirate Polonisë për ta marrë këtë lloj roli. Në atë rajon atje. Në atë rajon atje, po për më tepër ka marrë, po mundohet marrë edhe një rol sepse ka pas edhe një gjithmonë një lloj kompeticioni mas luftës së dytë parë botërore, edhe një lloj kompeticioni me Gjermaninë për të qenë një fuqi e rëndësishme rajonale. Ka lindur sërish ky kompeticion. Ka lindur, mund këtë edhe s'ka rilindur sërish, po të paktën mbas luftës ftohtë janë përpjek që të kenë një marrëdhënie më të fortë me Francën dhe më të pak të ngushtë me Gjermaninë, edhe sepse kapitali gjerman e ka pas të pamundur të rezistojnë influencës dhe kapitalit gjerman. Paka shumë kjo është një lloj skeme.